Ditën e sotme, shtëpia e Big Brotherit është përfshirë në një situate pazakont dhe thellësisht shqetësuese, e cila ka ngritur alarmin si brenda shtëpisë, ashtu edhe tek publiku. Stelina, një nga banoret më të qeta dhe më enigmatike të këtij edicioni, është izoluar për orë të tëra brenda dhomës së rrëfimit, pa dhënë asnjë reagim apo përgjigje. Sipas banorëve, Stelina ka hyrë në dhomën e rrëfimit në një moment krejtësisht normal të ditës. Fillimisht askush nuk ka dyshuar se diçka nuk shkonte, pasi hyrjet në këtë dhomë janë pjesë e rutinës së përditshme. Por me kalimin e minutave dhe më pas të orëve, prania e saj e zgjatur brenda, pa asnjë njoftim dhe pa asnjë reagim, ka filluar të krijojë shqetësim. Banorët kanë tentuar disa herë të komunikojnë me të nga dera, duke e thirrur me emër dhe duke kërkuar një përgjigje. Në fillim kanë menduar se ajo po zhvillonte një rrëfim të gjatë, por me kalimin e kohës, heshtja është bërë gjithnjë e më e rëndë. Asnjë zë, asnjë përgjigje, asnjë shenjë. Situata ka filluar të perceptohet si serioze, kur disa prej banorëve kanë vënë re se Stelina nuk po reagonte as ndaj thirrjeve të përsëritura. Në shtëpi është përhapur tension, frikë dhe pasiguri. Disa janë shprehur të shqetësuar se diçka mund t'i ketë ndodhur. Të tjerë kanë kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të produksionit. Pas disa orësh pa asnjë kontakt, stafi i Big Brotherit ka ndërhyrë për të verifikuar situatën. Atmosfera në shtëpi është përshkruar si e rënduar, me banorë që prisnin në heshtje dhe ankth, pa e ditur çfarë po ndodhte pas derës së mbyllur të dhomës së rrëfimit. Produksioni ka marrë masa për të garantuar sigurinë e saj dhe për të sqaruar rrethanat e kësaj izolimi të pazakontë. Megjithatë, mungesa e informacionit për disa orë ka mjaftuar për të tronditur shtëpinë dhe për të ngritur pikpyetje të forta mbi gjendjen e Stelinës. Ndërkohë, edhe jashtë shtëpisë, kjo situatë ka shkaktuar reagime dhe shqetësim. Publiku ka nisur të spekulojë dhe të presë me ankth detaje mbi atë që ka ndodhur realisht brenda dhomës së rrëfimit. Çfarë po ndodhte me Stelinën gjatë atyre orëve? Pse nuk reagoi? Dhe a ishte kjo një krizë emocionale, një incident shëndetësor, apo diçka krejt tjetër?